Qytetet ukrainase u dukën të qeta mëngjesin e së njëjtës pasi ka hyrë në fuqi një armë pushim treditor i shpallur nga Rusia. Thuhet se nuk ka pasur asnjë sulm me drona apo raketa mëngjesin e së njëjtës pas disa netësh bombardime të pareshtura. Megjithatë, forcat ajrore të Ukrainës njoftuan se avionët rus lëshuan 2 herë bomba të telekomanduara mbi rajonin Sumi në verilindje të vendit në orët e para të mëngjesit të së njëjtës. Sulmi i parë ndodhi pothuajse 3 orë pasi hyri në fuqi i armë pushimi, ndërsa i dyti brenda 2 orësh. Nuk ka të dhëna për dëmet e shkaktuara. Kryeqyteti Kiev është i qetë në orët e para të ditës, por nuk është e qartë nëse luftimet janë ndalur edhe në vijën e frontit. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin shpalli armë pushim 72 orësh që përkon me aktivitetet përkujtimore të 80 vjetorit të fitores ndaj Gjermanisë naziste në luftën e dytë botërore. Ai po i pret në Moskë presidentin kinez Xi Jinping dhe lider të tjerë për festimet e ditës së fitores më 9 maj, që përfshin edhe një paradë ushtarake në sheshin e Kuq. Mes të ftuarve janë edhe kryeministri slovak Robert Fico, që ka kritikuar hapur mbështetjen e BE-s për Ukrainën, si dhe presidenti serb Aleksandar Vučić, i cili vizitoi Moskën pavarësisht trysnisë nga BE-ja, se kjo vizitë mund të dëmtojë ambicjet e Serbisë për anëtarësimin në blok. Kremlini njoftoi se Putin do të zhvillojë takime dypalshe me liderët më 9 maj. Ukraina nuk e ka pranuar armë pushimin, duke theksuar se Putin i shpalli atë vetëm për të krijuar një përshtypje se kërkon përfundimin e luftës.